Si një koqir I do krejt në tryez, por si I ftuar nuk I bashkohet tavolinës. Duket se 2 ditë rresht për kreun e vetëvendosjes Albin Kurtin është tepër t'i ketë përballë homologët e partive tjera. Ndaj, me ta ky nuk shkon në konsultimet e inisuara nga Ramush Haradinaj në tentimin e 38 për konstituimin e kuvendit. Por të njëjtit, ky pret t'i ketë mysafir të shtunën, pikërisht për të gjetur një zgjidhje për ngërçin. Nesër ka thirrë takim, ndërsa sot ishte këtu në sallë dhe nuk erdhi në takim që nuk është një shaj e mirë. Megjithse Kurti nuk jo erdhi, këta do t'i shkojnë atij, vetëse me të njëjtat qëndrime. Në takim do të themi po të njëjtat gjëra që I kemi thënë vazhdimisht. Tash e disa muaj, në politikë dhe në demokraci nuk ka vend për kryenetësi. Por ftuesit pritet që në tryez mund t'i qesin 2 alternativa. Secila prej subjekteve të votoj propozimet e subjekteve të tjera, në këtë rast të lëvizjes për kryetar të kuvendit, dhe ne të pranojmë propozimet e subjekteve të tjera të LDK-s të PDK-s, ndërkohë mundësia tjetër është që të arrihet një konsensus me të gjithë emrat. Një marrëveshje për votim të kryetarit e 9 kryetarëve në pako nuk merr mbështetjen e subjektit të tretë. Po shkelje rregullore së punës së kuvendit dhe shkelje kushtetuese, ne nuk mund të him në diçka pa e pas një interpretim, sepse atëherë bëhem shkelës për shkak të një dëshire të dikujt tjetër. Dhe në kryetarët janë procesi ndam, kjo është kryesia e kuvendit. Për takimin e liderëve po ndihet mirë kryetari I nismës Fatmir Limaj, që sipas tij më në fund ran në fjalët e tij. Vetëm tavolina I pse I çelën gjërat, ato që kemi kërkuar tash 3 muaj. Po vjen mirë që disa nga kolegët e mi liderët kanë reflektuar dhe kanë kuptuar që arti kryesor dhe fundamenti I politikës është bashkëbisedimi dhe marrëveshjet. Të gjitha partitë shqiptare parlamentare kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takimin e thirrur nga kryetari I vetëvendosjes Albin Kurti, I cili pritet të mbahet të shtunën nga ora 16.